Mirëmëngjesi dhe mirë se vini në bota e horoskopit. Le të shikojmë çfarë na thon letrat tarot për 12 qenjat e zodiakut për ditën e mërkurë 5 gusht 2026. Ju faleminderit. Dashi, letra e tarotit dash për këtë të mërkurë, 2 skopinjt e përmbysur. Kjo letër lidhet me frikën nga ndryshimi, pasigurinë dhe hezitimin për të dalë nga zona e rehatisë. Sot mund ta kuptosh se po e frenon veten për të shijuar plotësisht jetën, vetëm nga frika se diçka mund të mos shkojë ashtu siç dëshiron. Ndonjëherë kur ndjen se gjërat po dalin jashtë kontrollit, mendja fillon të krijojë skenar pafund. Por mesazhi i letrave tarot për ty është: mos e merr çdo gjë kaq seriozisht. Nëse sot diçka nuk shkon sipas planit, provo ta shohësh edhe anën komike të situatës. Një qeshur e mirë mund të jetë ilaçi më i mirë kur diçka duket e pasigurt. Mos lejo frikën nga e panjohura të pengojë. Besoj procesit dhe jepi kohë gjërave të vendosen në mënyrën e tyre. Mesazhi i letrave tarot për ju dash: mos keni frikë nga ndryshimi. Ndonjëherë ajo që të trem sot mund të jetë pikërisht ajo që të çon drejt diçkaje më të mirë nesër. Demi, letra e tarotit për këtë të mërkurë, Dem, mbreti i skopinjve. Kjo është një letër e fuqishme që lidhet me udhëheqjen, vetbesimin, vendosmërinë dhe guximin për të ndjekur rrugën tënde. Ti je një person që di të marrë drejtimin kur e ndjen se është momenti i duhur, dhe me hënën që hyn në shenjën tënde këtë të mërkurë, mund të ndjesh edhe më shumë nevojën për të bërë gjërat sipas mënyrës tënde. Më 5 gusht, letra tarot të këshillon të besosh instiktin tënd. Mos u përpiq gjithmonë të ndjekësh atë që të presin të tjerët prej teje. Nëse ke një ide, një dëshirë apo një projekt që prej kohë dëshiron ta provosh, sot mund të jetë momenti për të bërë hapin e parë. Mos ke frikë të mendosh ndryshe dhe të dalësh jashtë kornizave. Jo çdo rrugë e re është e rrezikshme. Disa rrugë të reja të çojnë pikërisht aty ku ke dashur të shkosh. Dhe mesazhi i letrave tarot për ju, Dem: besoji vetes, ndiqi intuitën dhe mos ke frikë të provosh diçka të re. Ti nuk ke nevojë të ndjekësh turmën dhe të arrish suksesin tënd. Binjakët, letra e tarotit binjak për këtë të mërkurë, mbretëresha e skopinjve e përmbysur. Kjo letër lidhet me lodhjen, mungesën e energjisë dhe ndjenjen se ke dhënë më shumë se që mund të përballosh. Sot është krejtësisht në rregull të pranosh se ke nevojë për një pushim. Me hënën që hyn në sektorin tënd të përfundimeve, mund të ndjesh se është momenti për të mbyllur për pak disa angazhime dhe për të dhënë vetes hapësirën që të rikuperohesh. Mos të detyro veten të bësh gjithçka vetëm sepse mendon se duhet. Nëse sot nuk ke dëshirë të merresh me disa aktivitete, madje edhe me ushtrimet fizike, lejoje veten të relaksohet. Nuk ke pse të ndihesh fajtor për këtë. Ndonjëherë pushimi nuk është humbje kohe, është mënyra se si rikthen energjinë për të vazhduar më fort. Mos haro, ajo që nuk e bën sot, mund ta vazhdosh nesër. Jepi vetes kohën që të duhet dhe mos e marr vlerën tënde me sa shumë gjëra arrin të përfundosh brenda një dite. Dhe mesazhi i letrave tarot për ju binjak: ngadalëso ritmin, pusho dhe dëgjo trupin dhe mendjen tënde. Nesër është një ditë e re dhe ti do të kesh sërish energjinë për të vazhduar aty ku e le. Gafore, letra e tarotit për këtë të mërkurë është kulla. Kjo është nga letrat më të fuqishme të tarotit dhe shpesh simbolizon ngjarje të papritura, zbulime të befasishme dhe ndryshime që mund të të trondisin emocionalisht. Por sot mund të zbulosh diçka që nuk e dije më parë për një mik apo për një person të afërt. Me hënën që hyn në Dem dhe aktivizon sektorin tënd të miqësive, mund të dalin në dritë disa të vërteta ose rrëfime që nuk i prisje. Po letra tarot të këshillon të mos nxitosh të nxjerrësh përfundime. Nëse dikush të rrëfen diçka personale, përpiqu fillimisht të dëgjosh dhe të kuptosh këndvështrimin e tij. Ndoshta ajo që në fillim të duket e çuditshme ose e papritur, ka një histori dhe një arsye pas saj. Mos mendo se duhet të rregullosh problemet e të gjithëve. Nuk është detyra jote të shërosh çdo person që të hap zemrën. Ndonjëherë mjafton të dëgjosh dhe të tregosh mirëkuptim. Kjo situatë mund të të ndihmojë edhe ty të kuptosh më mirë veten, bindjet e tua dhe mënyrën se si reagon përballë të vërtetave që nuk i kishe dëgjuar më parë. Mesazhi i letrave tarot për gaforen: mos u trem nga një zbulim i papritur. Disa të vërteta mund të të trondisin në fillim, por më vonë mund të të ndihmojnë të shohësh njerëzit dhe veten me më shumë qartësi. Luani, letra e tarotit për këtë të mërkurë, Luan, mbreti i kupave. Kjo letër lidhet me emocionet, pjekurin emocionale, vetë kontrollin dhe fuqinë për të qëndruar besnik ndaj vetes.
Prandaj më pes gusht, letra tarotit të kujton të nderosh dhe të respektosh njëjat e tua. Mos të përpiq të fshesh ato vetëm sepse njerëzit përreth teje mendojnë ose veprojnë ndryshe. Ti ke të drejtë të jesh ndryshe nga të tjerët. Nuk ke pse ti bësh gjërat në një mënyrë të caktuar vetëm sepse kështu u pëlqen të tjerëve. Jeta jote është e jotja dhe ti ke të drejtë të zgjedhësh atë që të sjell paqe dhe kënaqësi. Sot është momenti të marrësh kontrollin mbi jetën tënde, jo vetëm mbi vendimet e jashtme, por edhe mbi mënyrën se si përjeton dhe shpreh emocionet e tua. Mbreti i kupave të mëson të jesh i fortë, nuk do të thotë të mos ndjesh. Përkundrazi, forca e vërtetë është të kuptosh emocionet e tua dhe të mos lejosh që të tjerët të vendosin se çfarë duhet të ndjesh. Mos bëj kompromis me veten vetëm për të kënaqur dikë tjetër. Në dashuri, miqësi apo familje, vendos kufi të shëndetshëm dhe respekto nevojat e tua emocionale. Mesazhi letrave tarot për ty Luan. Dëgjoj zemrën, respekto ndjenjat dhe mos ndrysho veten për të përshtatur me pritshmëritë e të tjerëve. Ti nuk ke nevojë për miratimin e askujt për të qenë vetvetja. Vigjeresha, letra e tarotit për sot vigjeresh, 9 shkopinj e përmbysur. Kjo letër të fton të ulësh mbrojtjen, të mos jesh gjithmonë në gatishmëri dhe të japësh vetes leje të tregosh anën tënde të ndjeshme. Ndoshta kohët e fundit ke ndjenë nevojën të mbrohesh emocionalisht. Kur ke kaluar zgënjime ose situata të vështira, është normale të ndërtosh një mur rreth vetes për të mos u lënduar përsëri. Por sot letra tarot të sugjeron të pyesësh veten, apo më mbron më ky mur, apo po më pengon të dëgjoj dhe të kuptoj të tjerët. Kur je në mbrojtje të tepërt, mund të bëhet më e vështirë të dëgjosh atë që njerëzit po përpiqen të të thonë. Edhe komunikimi mund të tensionohet, sepse çdo fjalë mund të të duket sikur është një sulm. Provo të distancohesh pak emocionalisht nga situata. Mos reago me njëherë, merr frymë, dëgjoj dhe shiko gjërat nga një këndvështrim tjetër. Ndoshta do të kuptosh se nuk ke gjithmonë nevojë të luftosh apo të mbrohesh. Të tregosh dobësinë tënde nuk do të thotë se je i dobët, do të thotë se ke guzim të jesh i sinqert me veten dhe të tjerët. Mesazhi letrave tarot për ty Vigjeresh. Ule pak murojën, jo çdo njeri dëshiron të lëndoj, ndonjëherë duke lejuar veten të jesh më i hapur, mund të krijosh një komunikim më të sinqert dhe me marrëdhënie më të shëndetshme. Peshorja, letra e tarotit peshore për këtë të mërkur, 8 shpatat. Kjo letër lidhet me bllokimet mendore, kufizimet, pasigurinë dhe marrëdhëniet e ndërlikuara që mund të bëjnë të ndihesh sikur nuk ke rrugdalje. Sot mund të përballesh me një person që duket sikur po e pengon veten. Ndoshta ti e sheh qartë se çfarë duhet të ndryshojë, por pavarësisht këshillave apo përpjekjeve të tua, ai person mund të mos jetë ende gati ta pranojë. Dhe këtu që më ndron mesazhi i rëndësishëm i letrave tarot, nuk mund ta ndryshosh dikë që nuk dëshiron të ndryshojë. Mund të flasësh, të këshillosh, të mbështesësh dhe të tregosh një rrugë tjetër, por në fund secili duhet të marrë përgjegjësitë dhe zgjedhjet e veta. Në vend të harxhosh energjinë duke përpjekur të ndryshosh një person tjetër, ktheje vëmendjen te vetja. Pyet veten se çfarë mund të përmirësosh në mënyrë se si komunikon, si vendos kufin dhe si reagon ndaj situatave të vështira. Ndonjëherë pa e kuptuar përpiqemi të shtrirojmë dikë tjetër nga prangat e tij, ndërkohë që harrojmë të shohim kufizimet tona peshore. Mesazhi i letrave tarot për peshoren, mos përpiq të ndryshosh dikë që nuk dëshiron të ndryshojë. Respekto zgjedhjet e të tjerëve dhe përdor energjinë tënde për të ndërtuar një version më të fortë dhe të qetë të vetes tënde. Akrepi, letra e tarotit akrep për këtë të mërkur, asi i pentakulave i përmbysur. Kjo letër lidhet me mundësitë e humbura, hezitimin, frikën nga ndryshimi dhe mësimet që marrim nga e kaluara. Ndoshta kohët e fundit po mendon për një mundësi që të shfaqur dikur, por që nuk e more guximin ta kapje. Mund të pyesësh veten, po si ku ta kisha provuar atëherë? Por letra tarot të kujton diçka shumë të rëndësishme. Vetëm sepse ke humbur një mundësi, nuk do të thotë se ajo nuk mund të rikthehet në një formë tjetër. Ndoshta në atë moment nuk ishe gati për ndryshimin, ndoshta diçka të dukej më e sigurt duke qëndruar në të njëjtën rutinë dhe duke mos rrezikuar. Kur ta duket e thjeshtë dhe e parashikueshme, mund të jetë e vështirë të shohësh qartë mundësitë që ndodhen para teje. Por tani gjërat kanë ndryshuar. Sytet tu janë hapur dhe ti ke mësuar nga ajo përvojë. Prandaj ka më pak gjasa të bësh të njëjtin gabim përsëri. Mësimet e të kaluarës nuk janë dështime, ato janë përgatitje për atë që vjen më pas. Kur një mësim është kuptuar vërtet, jeta shpesh fillon të sjellë mundësi të reja. Prandaj akrep, mos u fikso te ajo që nuk ndodhi, mbaji syt hapur për mundësinë e radhës. Këtëherë mund të jesh më i gatshëm ta njohësh dhe ta kapësh në momentin e duhur. Mesazhi letrave tarot për ju akrep,
Një mundësi e humbur nuk do të thotë fundi i historisë. Mësimi që morë dje mund të të përgatisë për shansin që do të shfaqet nesër. Mos shiko pas me keqardhje, shiko përpara me sy të hapur. Shigjetari, letra e tarotit për sot shigjetar, 6 pentakulat e përmbysura. Kjo letër lidhet me ekuilibrin, sjelljen egoiste, dhënien dhe marrjen, si dhe nevojën për të vendosur kufinë më të qartë. Ti e do rutinën tënde, kur ke krijuar një mënyrë që funksionon për ty, nuk të pëlqen kur dikush vjen dhe përpiqet ta ndryshojë pa marrë parasysh nevojat e tua. Sot mund të gjendesh përballë një personi që kërkon të ndryshojë diçka në jetën tënde. Për të ndryshimi mund të duket praktik i arsyeshëm apo edhe i dobishëm, por kjo nuk do të thotë domosdoshmërisht se zgjedhja e duhur për ty. Letra e tarotit, 6 pentakulat e përmbysura të kujton se sjellja egoiste mund të shfaqet te çdo kush. Donjëherë njerëzit mendojnë për atë që u leverdis atyre dhe harrojnë të pyesin se çfarë të nevojitet ty. Prandaj sot mund të jetë momenti për të vendosur një kufi më të qartë. Thuaj me qetësi se çfarë pranon dhe çfarë nuk je më i gatshëm të tolerosh. Mos u ndje fajtor nëse një ndryshim që i përshtatet dikujt tjetër nuk të përshtatet ty. Nevojat e tua kanë rëndësi. Qëndro në pozicionin tënd, por pa konflikte të panevojshme. Nuk e pse të bindesh të gjithë për të justifikuar një vendim që të sjellë më shumë qetësi. Mesazhi letrave tarot për shigjetarin: vendos kufinë e tu dhe mos lejo që dikush tjetër të vendos se çfarë është më mira për ty. Nëse një ndryshim nuk i shërben nevojave të tua, ke të drejtë të thuash jo. Bricjapi, letra e tarotit për sot bricjap, drejtësia. Kjo letër lidhet me barazinë, ekuilibrin, të vërtetën, përgjegjësinë dhe nevojën për të parë një situatë nga të dyja anët. Ti mund të kesh një ide shumë më të qartë se si duhet të funksionojnë gjërat. Për ty rregullat dhe parimet kanë rëndësi, veçanërisht kur bëhet fjalë për atë që konsideron të drejtë dhe etike. Por këtë të mërkur mund të kuptosh se dikush tjetër ka një mendim krejtësisht të ndryshëm për atë që është e drejtë. Ajo që për ty duket e barabartë dhe arsyeshme, për një person tjetër mund të interpretohet ndryshe. Drejtësia nuk duket gjithmonë njësoj për të gjithë. Për këtë arsye, letra tarot të këshillon të mos përpiqesh ta fitosh diskutimin vetëm duke mbrojtur këndvështrimin tënd. Nëse diçka të ka shqetësuar, fol për ndjenjat, tregoja një miku se si ndihesh dhe mos i mbaj emocione të mbyllura brenda vetes. Por ka edhe një pjesë tjetër po aq të rëndësishme, dëgjoj edhe anën e atij. Jo për të hequr dorë nga bindjet e tua, por për të kuptuar se pse ai person e sheh situatën ndryshe. Ndoshta nuk do të bini dakord për gjithçka, por një bisedë e sinqertë mund të ndihmojë të gjeni ekuilibrin. Mesazhi letrave tarot për ju bricjap: kërko drejtësinë, por mos harro të dëgjosh. E vërteta mund të ketë më shumë se një këndvështrim. Fol me sinqeritet, dëgjoj me qetësi dhe kërko ekuilibrin. Ujori, letra e tarotit për këtë të mërkur, dysja e kupave. Kjo është një letër shumë e bukur që lidhet me dashurinë, harmoninë, partneritetin, mirëkuptimin dhe lidhjet e sinqerta emocionale. Sot energjia është e përqendruar te marrëdhëniet që të japin një ndjenjë të fortë bashkëpunimi dhe përputhjeje. Mund të ndjesh se dikush të kupton vërtet, jo vetëm atë që thua, por edhe atë që ke nevojë emocionalisht. Dysja e kupave të kujton se një marrëdhënie e shëndetshme kërkon që të dyja palët të dëgjojnë dhe të kuptojnë njëra tjetrën. Ti përpiqesh të kuptosh nevojat e personit përballë, ndërsa edhe ai duhet të jetë i gatshëm të kuptojë të tuat. Sot mos u përqendro vetëm te problemet apo dallimet. Shiko anët pozitive dhe kërko atë që ju bashkon. Donjëherë një marrëdhënie nuk ka nevojë për një ndryshim të madh. Ka nevojë vetëm për më shumë mirëkuptim dhe një bisedë të sinqertë. Nëse ke pasur një mosmarrëveshje me partnerin, një mik apo një person të rëndësishëm për ty, kjo mund të jetë një ditë shumë e mirë për të zgjidhur problemet me qetësi. Dashuria nuk do të thotë që dy njerëz nuk kanë probleme. Dashuria e vërtet tregon se si dy njerëz zgjidhin të përballojnë problemet së bashku. Mesazhi letrave tarot për ujorin: shikoja atë që ju bashkon, jo vetëm atë që ju ndan. Sot mund të kuptosh se dashuria, mirëkuptimi dhe një zemër e hapur kanë fuqinë të shërojnë edhe plagët më të vështira. Peshqit, letra e tarotit për këtë të mërkur peshq, 10 pentakulat. Kjo është një letër shumë pozitive që lidhet me sigurinë financiare, stabilitetin, bollëkun, familjen dhe ndërtimin e një të ardhme të qëndrueshme. Sot mund të fitosh shumë gjëra të vlefshme, por mbi të gjitha mund të ndjesh një siguri më të madhe në aspektin ekonomik. Kjo letër të kujton që stabiliteti nuk krijohet vetëm duke fituar më shumë, por edhe duke ditur se ku po shkojnë paratë tua. Pesgushti është një moment i mirë për të bërë një kontroll të vogël të financave. Shiko të ardhurat, shpenzimet, pagesat dhe detyrimet që ke përpara.
Mos e nis muaj duke i lënë gjërat ekonomike në dorë të fatit. Me një letër ose hap një shënim në fletore dhe rendit diçka që kërkon vëmendjen tënde financiare. Ndoshta ka një shpenzim që mund ta reduktosh, një pagesë që duhet organizuar ose një plan ekonomik që ka nevojë për rregullim. Mos u qetëso nëse zbulon ndonjë çeku i libër. Përkundrazi, kjo është një mundësi për ta korrigjuar atë. Letra e tarotit 10 pentakullat të kujton se siguria ndërtohet hap pas hapi. Vendimet e vogla që merr sot mund të ndikojnë pozitivisht në stabilitetin tënd të ardhshëm peshq. Mesazhi i letrave tarot për ju peshq. Kujdesu për atë që ke dhe organizo atë që dëshiron të ndërtosh. Rregullo financat, vendos prioritete dhe puno për një të ardhmë më të sigurt. Stabiliteti që kërkon mund të fillojë me një vendim më të vogël sot. Këto ishin parashikimet e letrave tarot për 12 shenjat e zodiakut për ditën e mërkur 5 gusht 2026. Na lini komentet tuaja dhe mos harroni të na bëni like dhe subscribe dhe ju faleminderit që na ndiqni. Ju uroj një ditë të mbarë.